Dua ta nis kështu bisedën së bashku me këtë takim dhe sigurisht në kuadër edhe të zhvillimeve politike në Kosovë, por ndoshta për të risjell edhe një lloj analize ku shpeshherë është komentuar, duhet thënë, marrëdhënia mes të dy vendeve, referuar ndoshta konkretisht edhe mes vetë dy kryeministrave të vendit. U prit fillimisht nga Vjosa Osmani dhe më pas në një ceremoni zyrtare nga zoti Albin Kurti. Çfarë do thot kjo vizitë pas së zgjedhjes së zotit Kurti, por në një moment ku ka shumë për të folur dhe shumë zhvillime politike që ndërlidhen, duhet thënë, mes dy vendeve? Po, është e mirësor në vizita e kryeministit të Shqipërisë në Kosovë. Është e vërtetë kjo se herave të tjera është konsideruar si një lloj toftësie mes kryeministit Edi Rama dhe kryeministit të Kosovës Albin Kurti, nga se dhe ashtu janë sjellës e nduk në sjelljet e tyre. Po, si është unë për e shoh këto bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri, unë mendoj që i zdash me ndodh funksionimi i dy shteteve që veç ka një orientim, ka një histori të përbashkët, ka një gjak, një kulturë, një gjuhë, një traditë, dhe jo të kemi të gëzohemi fakteve që vizitave nëse kemi hap ose jo pozitiv. Gjithsesi, jemi në gjendjen që jemi dhe kjo vizitë është e mirë së ardhur dhe çdo rregullim i raporteve mes Kosovës dhe Shqipërisë është një forcim të dy shteteve, por në veçantë Kosovës si shtet i ri dhe si një shtet i cili po synon që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe të jetë një shtet i njohur prej shteteve si përkasin në Bashkimit Evropian. Gjithsesi, ajo që më shqetësoi pak është fakti se si Edi Rama deklaroi që presidenti i Kosovës pas ka qenë kërcënuar për 2 vite radhazi. Gjë që nuk është ditë dhe nuk është thënë dhe kjo nuk është as pak e mirë dhe e lehtë që një presidentin i vendit të jetë kërcënuar nga prokuroria për një argument i cili nuk ekziston, dhe faktikisht nuk e di pse është dashur të mbahet kështu dhe nuk është dashur të reagohet ndaj kësaj, sepse një kërcënim i një presidentit për të nxjerrë diçka që nuk ekziston është shqetësuese dhe thjesht se duhet më thonë tash. Unë e kuptoj, Edi Rama është një person që e ka përkrahur gjithmonë ish presidenti i Nacionit Paqe dhe gjithë krejat e luftës që janë në Hag, dhe nuk e kuptoj pse nuk ka reaguar, nuk ka ngritë zanin ose të bëjë not protestë ndaj këtij kërcënimi që pas ka ekzistuar, po duhet të thonë sot popullit Kosovës. A mendoni se e ka bërë sot, pra është bërë sot, duke pasur parasysh seancën se si është duke vijuar në Hag nga qëndrimet e prokurorisë dhe e menduar në këtë pikë për tu risjell, apo nëse do të vinte më herët mund të kishte një lloj ndikimi, duhet thënë, edhe ndaj gjyqit që zhvillohet ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Nuk është dhuan as sot, po nuk është tonë në formën edhe në kanalet të duhura. Është tonë në Kosovë me një takim zyrtar, por tonë para qytetarëve të Kosovës, dhe nuk është, do të thonë, në formën që duhet më thonë, edhe që dashme u ngrit zani pe kryeministit dhe presidentes. Sepse ne e dim mandatin e gjykatës konstitucione për cilat periudhë kohore dhe cilat vepra ka mandat. Dhe faktikisht, gjykata speciale, falem se isha rekomenduar me gjykata konstitucione. Patjetër se ka datë. Gjykata speciale e dim për çfarë kohë ka mandat, ajo ka mandat për 1 janar 98-s dhe 31 dhjetor të 2000-s, dhe është krijuar kinse për krimet lufte, gjatë që domethënë presidenca dhe zyra e presidentes në atë kohë nuk ka ekzistuar dhe për çfarë krimi kundër njerëzimit është dashur të ekzistojë në zyrën e presidentit. Si dhe në mos reagimi ose not proteste ose edhe me ngrit zanin për shtetet mike, sepse një gjykatë e cila konsiderohet që është themeluar për shtetin e Kosovës, konsiderohet që është e këtij shteti, përveç se nuk i ka besuar vetë shtetit vetë që e ka themeluar për mbrojtjen e liritë të këtyre ish-ushtarëve të UÇK-s, do thotë kthehet dhe kërcënon dhe shantazhon presidentin e vendit për 2 vite radhazi për një arsye që nuk ekziston dhe për të ngritur kauza dhe akuza të rrajshme, gjë që nuk përkon me ato që pse është krijuar gjykata speciale dhe pse është krijuar nga vetë ne dhe institucionet tona, ose të paktën siç është thënë se gjykata speciale krijon Kosova dhe vepron bazë ligjeve të Kosovës. Do të qëndroj edhe tek Haga, sepse dua që patjetër t'ja jap minutazhin e duhur dhe vëmendjen, duhet thënë, në një farforme. Një koment nga qëndrimet ose nga fjala e zotit Kurti pas takimit me zotin Rama, sigurisht ka vënd në një farforme theksin edhe tek rizgjedhja e tyre, pra si kryeministra të dy